Ose për me konfirmua dhe ata që thatë jo, unë jam fëmijë i luftës edhe në librat e historisë, qoftë shkolla fillore, qoftë shkollat e mesme, kur kemi folë për luftën, nuk kanë shumë subjektive, ma shumë kemi pas informata për viktimat, qofshin civile, qofshin për forcat e armatosura të komunitetit shqiptar, por shumë pak kemi pas informata për komunitetet e tjera që kanë pësu prej luftës. Kështu që nevoja për me pas informacione për drejtsinë tranzicionale është shumë e rëndësishme për fëmijët e luftës, për gjeneratat e reja që nuk janë shumë familjare me luftën. Jo thanë që në termatisht, drejtësia tranzicionale, në këtë rasti komponente e edukimit e jo, është ballafaqimi me të kalumën, se duke njoft kalumën, çka ka ndodhur, çka kena përjetuar prit kalumës, na e kena më atlet me ndërtu paqe dhe mos më përsërit prap lufta. Në këtë drejtim, kur jemi te drejtësia tranzicionale, unë kisha dashur me di se cilat janë mekanizmat e drejtësisë tranzicionale për ballafaqje me të kalumën, cilën ju në këtë rast i edukani të rinjtë e Kosovës. Po, në teorinë e drejtësisë tranzicionale janë një 4 mekanizma kryesor, cilët normalisht duhet më zbatu në mënyrë holistike, paralele, dhe mos të ketë zbatim të njerës shtyllë ndërsa ngjecje tek të tjerat. Ne zakonisht kur flasim me studentë tonë i shohim përmes prizmës së nevojës së viktimave dhe të qytetarëve të vendit. Pra, e drejta në drejtësi është një shtyllë e më e rëndësishme e drejtësisë tranzicionale, pra viktimat kanë nevojë që ata që ju kanë shkaktu dhe imbje, dame të përgjigjen para drejtësisë. Pra, ndjekjet dhe gjykimet penale ndaj kryesve të krimeve është shtylla kryesore e drejtësisë tranzicionale. Megjithatë, përvoja gjithandej botës tregon që kjo nuk ka ndodhur. Në shumë të rasteve që njihen si raste pozitive është kur spaku përgjegjës kryesor të krimeve që janë shkaktuar gjatë një lufte janë përgjigj para drejtësisë, si për shembull procesi Nürnbergut. Mirë po në gjitha luftrat gjithandej botës, kur nuk është mbërrit që të gjithë përgjegjësit për ato krime janë përgjigj para drejtësisë. Ka raste të shumta që asnjë s'u përgjigj. Mirë po, ideja është që institucionet e shtetit duhet të bëjnë maksimumin që të sjellin para drejtësisë secilin individ i cili ka kryer krime gjatë luftës. Kjo është shumë e rëndësishme në disa aspekte, përveç ofrimit të drejtësisë viktimave, është e rëndësishme që të ndiqet të mos lejohet mos ndëshkueshmëria, sepse nëse ndodh mos ndëshkueshmëria, atëherë personat e njëjtë mund ta përsërisin veprën, apo persona tjerë do shohin, do thonë nuk po mund të kryen krime dhe mos të përgjigjesh para drejtësisë, mirë po shumë e rëndësishme është që e vërteta pastaj mu konfirmu para gjykatave. Po mungesë të këtyre, atëherë janë të rëndësishme mekanizma tjerë të drejtësisë tranzicionale. E drejta për të ditur është jashtëzakonisht e rëndësishme. Pra, në rast se një shtet, institucionet e një shtetit nuk mund ju garantu drejtësisë viktimave, atëherë është e domosdoshme që spaku ato viktimat t'i pranoj si tilla, t'i njeh si viktima dhe t'ja njeh vuajtjen. Prandaj janë të rëndësishme komisionet e së vërtetës, mekanizma të cilë kanë si mision me mbledh krejt faktet, krejt provat, gjithçka që është e mundshme, në mënyrë që me bëni një raport me gjetjet e sakta mbi viktimat, mbi krimet, mbi kryerjes të krimeve. Kjo është e rëndësishme që të krijohet çaj narracioni i sakt mbi të kalumen. Edhe unë besoj fuqishëm që narracioni i sakt, e vërteta, është hapi i parë drejt një paqe të qëndrueshme në të ardhmen. Nëse njëra palë apo dyja palët që kanë qenë palë ndërluftuese nuk e pranojnë vërtetën, e mohojnë atë, nuk e kanë një narrativë unike për ata që kanë ndodhur. I mohojnë krimet apo viktimat, atëherë gjithmonë mbetet potenciali që në të ardhme herët avonë muri përsërit dhuna, muri përsërit çaj cikli i dhunës apo i luftës. Për me parandalu këtë, duhet me nxjerrë të vërtetën e saktë dhe mu pranu si e tillë. Sigurisht kur nuk do të ketë 100% pajtim mbi të kalumen,
po s'paku ato faktet kryesore të njihen dhe të pranohen nga të gjithë. Shtylla e tretë, pra kjo ishte e drejta për të ditur, e cila zakonisht realizohet përmes komisioneve të së vërtetës, ndërsa shtylla tjetër ka të bëjë me reparacionet apo çdëmtimet, kompensimet e viktimave. Kjo mendoj që gjithashtu është tepër e rëndësishme, viktimat kanë nevojë mu riparu, dhe reparacionet ndahen në dy grupe kryesore, janë reparacionet materiale, pra që hapen formë kompenzimit material, qoftë në ndërtimin e shtëpive të shkatërume, në ofrimin e pensioneve për familjarë të personave të vrarë dhe të zhdukur, apo mënyra tjera me edukimin pa pagesë, Kanë lirime edhe kur të marrin shërbime mjekësore, pra familjet e viktimave. Dhe jo ma pak të rëndësishme janë reparacionet simbolike. Një ndërto, në fakt shumë rëndësishme, është kërkimfalja nga ana e palës e cila ka shkaktu nga agresori, diçka që për fatkeq nuk ka ndodhur tek ne. Këto janë jashtëzakonisht rëndësishme, po gjithashtu edhe reparacione tjera simbolike, si që janë memorialet, vendosja e emrave të rrugëve, të parqeve, të sheshëve, në nderë të viktimave, e ka plot mënyra tjera të reparacioneve simbolike, edhe pse disa ekspertë këtë fushën e memorializimit e numërojnë si shtyllë të posaçme drejtësisë tranzicionale, respektivisht shtyllën e 5 të drejtësisë tranzicionale, ne ende shohim si pjesë e reparacioneve simbolike. Dhe shtylla e katërt, e cila gjithashtu shumë rëndësishme, janë reformat institucionale që duhet ndërmarrë një vend i cili ka dalë prej lufte, në mënyrë që mi u garantu qytetarëve të vetë që kur më nuk ka mu ripërsërit e kalumja, po garancioni i mos përsëritjes është njifet. Që shumë me ndodhë të reforma institucionale në këtë rast në dy shtetet që kanë përfshira? Po, edhe shtyllat paraprake e supportojnë, e ndihmojnë shumë garantimin e mos përsëritjes, po janë edhe disa elemente të posaçme që duhet mi ndërmarrë shteti në mënyrë që mu arrit garantimi i mos përsëritjes. Zakonisht në luftrat apo në konfliktet ku ka pas një ushtri guerile, kur të përfundon lufta, ma nuk ka nevojë të ketë një tillë. Prandaj ndërmerret çarmatimi, demobilizimi dhe reintegrimi i asaj ushtrie është shumë i rëndësishëm. Duhet zbatohet vettingu, është shumë i rëndësishëm, pra personat cilë kanë pas një rol gjatë luftës, e kanë ndihmu palën agresore, ju kanë shërby, dhe ata që ndoshta nuk janë penalisht përgjegjës, megjithatë i kanë shërby në regjimi, duhet largohen nga këto pozita. Nuk mundet që një person i cili i ka shërby një regjimi tillë të punoj prapë në themin komun, t'ju jep shërbime qytetarëve të cilëve ja u kishte shkel drejtat ma herët. Pra, kjo është e rëndësishme. Reformat strukturore janë tepër të rëndësishme, sidomos kur bëhet fjalë për regjimet diktatoriale, siç janë regjimet komuniste. Duhet mundru korniza ligjore dhe të gjitha institucionet duhet mu bëhen të përgjegjshme ndaj publikut. Në regjim komunist, askush s'ka mujt me pyet, më kërku llogaridhënie nga këto institucione. Në mënyrë që mu garantu mos përsëritja, të gjitha institucionet, edhe ato të sigurisë, duhet më kanë llogaridhënëse ndaj qytetarëve, ndaj mediave, e kështu me radhë. Kjo është gjithashtu shumë e rëndësishme. Kur bëhet fjalë për institucionet e sigurisë, ato duhet mi kriju brenda vetes disa mekanizma që i mbikëqyrin pak, ashtu quhen mekanizmat mbikëqyrës, për shembull, konkretisht me ilustru, Policia e Kosovës e ka inspektoratin e policisë, ata janë përgjegjës me pa mbikëqyrë se a mos dikush prej pjesëtarëve të policisë po i te kalon kompetencat dhe po bën shkelje drejtave të njerëzit. Pra, këto janë disa masa të cilat mujnë më garantu mos përsëritjen, edhe përfundimisht
Tepër është e rëndësishme që të ketë elementin e edukimit. Jo veç për të rit, për cilë të folem pra e kaluara dhe rëndësia e zbatimit mekanizmave drejtësisë tranzicionale duhet më përfshi në për tekstet shkollore, qofshin të edukatës qytetare apo të historisë, po duhet më dizajnu programe të trajnimit apo të edukimit edhe për zyrtar administrativ, të administratës, dikush që punon me palë, qoftë nivel lokal në komunë, po edhe në nivel qendror, duhet mu përditësu me standardet ndërkombëtare të drejtave të njerëzit. Po, sepse shpesh herë ndodhë që dikush më bën shkelje drejtës qytetarëve pa qenë i vetëdijshëm se po e bën. Prandaj duhet mu përditësu me standardet ndërkombëtare. Pra, krejt kjo fusha e reformave institucionale si garantimi mos përgjegjësisë ka të bëjë që mos me leju që në mënyrë sistematike mu shkel drejtat e njeriut nga ana institucioneve. Kjo është e rëndësishme. Edhe prandaj është e mirë mu zbatu. Me kemi përmende 4 mekanizmat e drejtësisë tranzicionale të cilat ndikojnë në ballafaqim me të kaluar. Ne përmende që është njëna prej shtylla mekanizme e drejta për të ditur, e drejta për drejtësi, është reformat institucionale, po ku qëndrojnë janë edhe pjesa e reparacionit, dëshpërblime simbolike, dëshpërblimeve materiale, ku qëndrojnë na si palë, qoftë si Kosovë, qoftë si Serbi, në implementimin e këtyre mekanizmave të drejtësisë tranzicionale, ku janë sfidat si është gjendja në implementimin e këtyre mekanizmave? Mendoj që Kosova ka bo ma mirë se Serbia, ndoshta dhe se vendet krejt rajon, sa i përket kësaj fushe. Sidomos tek reparacionet, është qemati, janë sjell ligjet që i garantojnë familjarëve të viktimave të përfitojnë një lloj. Në vend se tash agresori që supozohet që me dhënë reparacione, tash na si shtat viktim vetë duhet, është përgjegjësi e shtetit që t'i ofrojë qytetarëve të vetë reparacione pa marrë parasysh kush është agresori. Në të ardhmen, nëse mundet Kosova të kërkojë reparacione nga Serbia, do të ishte dëshirueshme, po është obligume që vetë mi riparu viktimat pra sa mundet. Edhe në reformat institucionale ka pas një progres, çarmatimi, demobilizimi dhe reintegrimi i ushtrisë shqiptare të Kosovës ka ndodhur shumë shpejt, edhe shifet si një ndër proceset më të suksesshme të ngjajshme, sigurisht reformat institucionale, korniza ligjore është shumë moderne në Kosovë, janë përfshirë gjitha standardet ndërkombëtare të drejtave të njeriut, janë përfshirë konventat për drejtat të njeriut, kështu që spaku në letër qëndron shumë mirë Kosova. Kur bëhet fjalë për 2 shtyllat e para, aty ka ndoshta ngecje, ndjekjet dhe gjykimet penale, pra e drejta për drejtësi për viktimat nuk është realizu. Këtë të regojnë edhe statistikat, duke i përfshirë edhe gjykatat të tjera, Tribunalin e Hagës, një gjykatë në Serbi, po edhe gjykatat e Kosovës, deri me tani dikun rreth 80 persona janë dënuar me gjykim të lehtëfuqishëm për krime lufte në Kosovë, për 26 vite. Pra, ndërsa vetëm të vrarë dhe çdukur kemi me ma shumë se 10.000 civil. Kjo tregon mjaftueshëm se sa pak viktima kanë pa drejtësi, edhe ne nuk mund të jemi të kënaqur as komuniteti viktimave për fat keq. Sigurisht kjo ndikohet edhe nga faktorë tjerë, nuk është përgjegjësia me vërtet vetëm te prokuria, departamenti për krime lufte i prokurisë speciale, po ka sfida tjera të ndryshme, një ndër to është edhe mos ekzistenca e vullnetit të Serbisë, në tërbaneve të Serbisë më bashkëpunu me Kosovën. Prandaj në Kosovë kanë mundësu edhe gjykimet mungesë, diçka që sigurisht ka më përcjell me sfida të ndryshme. Kur bëhet fjalë për të drejtën për të ditur, mendoj që shoqëria civile ka bërë shumë. Ka një numër të madh të organizatave jo qeveritare që kanë dokumentuar segmente të caktuara
apo kategori të caktuar të viktimave. Normalisht për luftën e Kosovës është ndëgjuar shumë, është shkruar shumë edhe nga shtypje ndërkombëtare, pra ka një lloj ka dhëna mirë, po nuk është themelon e Komisioni së Vërtetës dhe çdo dhëna nuk pasqyrohen, kërkon nuk janë përfshi as në tekstet e historisë, as në programet të ndryshme të edukimit dhe si pasojë e kësaj janë kriju narracionet në baza etnike, shqiptarët e kanë narracione vetë, serbët e kanë narracione e vetë, tjerë gjithashtu narracionet që nuk përputhen dhe cilat sigurisht që mujnë më kriju tensione në momentet caktuar mes komuniteteve të ndryshme. Ju e përmend që Kosova është nga bashkëpunuese në implementimin e mekanizmave drejtësisë tranzicionale, qoftë në drejtën për të ditën, qoftë për ndjekje penale për autorët e krimeve të luftës, po Serbia në këtë rast sa është bashkëpunëtore në atina që nuk është shumë bashkëpunëtore, po ndoshta më mirë pyetja kish më qenë pse Serbia nuk bashkëpunon në implementimin e mekanizmave drejtësisë tranzicionale. Serbia në Serbi nuk është që ka pas një vullnet politik për mu zbatu mekanizmat e drejtësisë tranzicionale. Në një kohë të caktuar të shkurtër zatën, Serbia i ka pas bë do hapa në sidomos zbatimin e shtyllës së parë drejtësisë tranzicionale e drejta për drejtësi, ka pas procese gjyqësore, të cilat edhe kanë përfunduar me aktgjykime denuese ndaj disa kryesve të krimeve të luftës në Kosovë. Mirë po, ma vonë u shuaj vullneti politik dhe ndoshta një 7-8 vitet e fundit nuk ka pas asnjë akt akuzë të re ndaj ndonjë personi apo ndonjë grupi personash që kanë kryer krime luftën në Kosovë. Pra, saktë është që nuk ka pas vullnet politik. Sa i përket shtyllës së dytë për drejtën për të ditur, sigurisht Serbia nuk ka asnjë motiv që të bëjë këtë, sepse sigurisht institucionet e sigurisë serbe, ushtria e Jugosllavisë në atë kohë dhe policia serbe kanë kryer krime masive në Kosovë dhe ata nuk janë që dëshirojnë me pranu krimin. Po, mi pranu këto fakte. Për reparacionit gjithashtu, puna qëndron shumë keq atje, dhe pse ka pas disa raste ku në këtë rast partnerët tonë në Beograd, Fondi për Drejtë Humanitare, ka bo padi civile ndaj shtetit Serbisë, duke kërkuar dëmshpërblim material për disa viktima, cilat janë konfirmuar si tilla në gjykata, qofshin në Serbi, po e ka provu edhe me Tribunalin e Hagës. Pra, Tribunali i Hagës ka vërtetuar se prej forcave serbe janë vrarë këta njerëz dhe familjarët e tyre. Fondi për Drejtë Humanitare ka bën padi në emër të tyre familjarëve dhe në disa raste, normalisht numri shumë i vogël, është fituar një lloj reparacioni. Po këto janë raste shumë të pakta dhe normalisht që s'janë të mjaftueshme. Kur bëhet fjalë për reformat institucionale në Serbi, pothuajse nuk është i angazhuar. Personat cilët kanë qenë përgjegjës edhe pse tashmë në moshë, po megjithatë ende kanë qenë për një kohë gjatë pjesë e institucioneve, ende kanë qenë personat cilët janë bile edhe ata që janë dënuar me një aktgjykim plotfuqishëm në Tribunalin Penal Ndërkombëtar për Jugosllavi, pas përfundimit dënimit janë pritur si heronjë dhe si tillë trajtohen në Serbi dhe kjo sigurisht nuk i kontribon një paqe në të ardhmen dhe asnjë një pajtimi.